Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Memo, Gjinia, që gjini, mirini. Ore, rrugës për shtëpi sot po pas palestre, ose servitje, training, nuk e di që e thonë. Me këta njerëzit që të bërtasin, kështu bëj këta, bëj ata, se jemi jashtëzakonisht shumë bërtas ka natyra, nuk e motivojnë dot vetëm, jemi keq fare, rënd kështu. Po mendoja se po shifja aty ishin, domethënë më të vegjël nga unë, më të mëdhenj, kështu gra. Edhe po mendoja domethënë që një pjesë e mirë e atyre që kanë qenë në rrethin tim të shoqërisë, për shembull, mbase dikush nga ju do thonë që shife plako se ne jemi rac supreme. Edhe ne kemi pasur gjithmonë kështu në familje, domethënë do bëj këtë, do bëj sport, do ishte kështu, do ishte ashtu, do ishte ashtu. Po, për ne plebejnë që s'kemi qenë ashtu, domethënë ka qenë diçka që ka qenë kulturore. Prindrit tanë, përveç këtyre që jo nuk hahet kasma, nuk hahet lopata, që s'do nuk bëhet punë kraut e tjerë që kanë të drejtë. Nuk ja fusin kot, prandaj thoshin mëso. Po nuk kishte entuziazëm për sport. Domethënë, unë mbaj mend para 2-3 vitesh kur për herë të parë më mbush mendja që mbase është gjë e mirë të servisesh trupin, mbase nuk është asgjë e keqe. Të bën mirë, ndihesh mirë me veten tënde, nuk ndihesh, ku di që unë, si një thes që vjen vërdall. Edhe gjithmonë, domethënë, kur nxiton njeriu që kur s'ke që bën gomari, tha i bie sa marit, edhe gjithmonë kjo rebelizmi me prindrit, domethënë. Që gjithkohës që, nga që, se është edhe një çik kështu, kur të vën këto rrethanat në pozicion të tillë që të mendosh ja bën më të thjesht vetes, t'ja hedhësh fajin dikujt tjetër. Në të rast prindër. Pse? Sepse me shoqërinë, miq, hyrje dalje, shok shkolle e tjerë, domethënë gjermane edhe kështu çan këto rob qendrore. Vjen re, domethënë një pjesë e mirë e kishin edhe si piqim kulture ose tradite ose gjë. Ishte diçka që bënin në familje, ndonjëherë edhe si familje, por që bënte mama, tata. E kupton? Ne kur kam pasion të kam vizituar një shokun tim atëre, babai vet doli për vrap, e kupton, ema vet vajti në Pilates me shoqet e veta. Ku bie në mendja domethënë baba im, mamaja ime e kupton ti domethënë sa larg jemi ne kulturalisht nga ato. E normalisht atëre 22 vjeç dhe po ata e kanë fajin, ja s'na kanë mësuar. Edhe gjithmonë rebelizmi domethënë gjithmonë që shife pse ata ma kanë bërë mua, ma kanë bërë kastile mua, apo këto idiotëra që mendon robi në gjakxheci e sipër. E tash për shembull me kalimin e kohës, domethënë vetëm ti jesh pastaj katil ose budalla ose ti mbash të mbyllur, mos të kuptosh asnjë, të refuzosh të vërtetën që pse është kështu si është, domethënë. Dhe e vërteta është shumë herë më e komplikuar, por prapë edhe e thjesht për të kuptuar. Mendoj unë. Se sipas mendimit tim, amana buri dhe ose një llafin që në brezi shkërdhyer më buri dhe. Edhe jo kështu, jo në të sharë, po për vuajtje. Jam bërë se ata kanë bërë gjimnastike, kur bëjnë ushtrime kur ishin të vegjël. Domethënë i bënte monizmi, leshi preshi, bënte shumë gjëra, e kupton? Po se kanë parë asnjëherë hajin. Të gjithë dolën të shgënjur. Po ça për fajin e tyre, ça për fajin e tjerëve, çfarë rëndësie ka kjo? Ideja është që nuk doli diçka që ata të qëndronin pas e të thonin që shife se bën kuptim apo s'bën kuptim. Nuk e kishin. Një brez që edhe sportistët e asaj kohe me të ardhur demokracia për shkak morën Aratin. Nga Shqipëria u harruan, vajtën ca konkuruan për Grekun, nga Çevdet e bën emrin Janis, ca të tjera ndej, ca të tjerë kthej. Shumë pak ishin ata që qëndruan në Shqipëri dhe ecën pikërisht duke u marrë me sport. Unë u besoj tani që
idhujtaria drejt fitnessit, po dëgjon, trendi të bërit fitness të kujdesur për trupin, të pasoj trup të bukur, pastër etj. Ka ardhur nga trajnerët e gjithë fitnesserët e tjerë. Nuk besoj se ky është rasti. Besoj se si fillim ka lindur më prej sportistëve, gjithmonë prej personave real. Tek tu mund të kishte ndonjë që kishte gjenetikisht mirë ose që kishte disiplinë të fortë dhe e njifte diçka dhe vazhdonte e bënte sepse ashtu ishte si njeri. Dhe karakteri përputhej dhe normalisht të shtynte që të pranojë ekzistencën e tyre një, por edhe stilin e tyre të jetesës dhe për më shumë akoma ata pëlqej. Por zakonisht ishin aktor dhe aktore për vajzat. Aktor, aktore, ishin futbollista, ishin basketbollista, ishin vërja emrin që ç'të duash. Dhe në një rast si Shqipëria ku të tillë persona që 1, 2, 3 mund të kenë, pasi idhuj është pak shumë, po mund të kenë shembuj. Shikon që ata nuk ecin e kërësysh digjesh për brenda. S'ka më kuptim gjëja. Në qoftë që shikon që ata nuk bën pikën e hajrit, çe kuptimi ka? Pjesa tjetër pastaj besoj se ka qenë edhe stili i jetesës. I mas ka punuar në ndërtim, me në fason e ri, edhe besoj që edhe për një pjesë shumë të madhe tonën, shqiptar, për një pjesë shumë të madhe të njerëzve në Shqipëri, prindit gjithmonë ka pasur punë të vështira. Gjithmonë është më i madh numri atyre që i kanë pasur punëtor. Normalisht, nuk është aq e thjeshtë veshje të përshtatshme pompa paralele, mbasi e kanë mbaruar një 2 kate me suva. Është tjetër gjë. Është një lodhje, domethënë, shumë herë më e keqe se sa të tjerat. Si për fasonerin, si për specifikat të ndërtimit, për shembull siç është suvaja, që është që një atëre, tani i vë me zora me motor, me gjeneratore leshi preshi, po aso kohë ka qenë vllai, mallan, mistrin, slau. Një kraj kishte të mpir, se nuk e lëvizje e gjithë kohë është thjesht mbaje peshën, kurse tjetri televizte nyja nga lëvizja. E lëvizje po thoj se e njëjtë, mekanike, pam, me njëta lëvizje gjithë kohës. Normalisht të gjëra të mëtojnë trupin, ose fasonerit, për shembull të makinat kanë atë pjesën e këmbës poshtë që lëvizje vetëm çik. Shkaton në fundë profesionale. Disa nga simptomat mund të qërohen me ushtrime, normalisht, duke bërë lëvizjet e tjera që mungojnë trupit, por who the fuck knew it? Kush i mësoi ta njerëz, domethënë që edhe pse i lodhë do të bësh filan fistok ushtrim, që të mos ose morësh akoma më keq. Kush i mësoi? Firmat ku punojnë. Po nuk japim 2 ditë pushim. Firmat ku punojnë, që edhe kur është Bajrami siç ishte herën e kaluar, të punojnë gjysmëdite, apo në një ditë tjetër që ja kërkon shteti me SSB-sit, çka ishte da grave apo ku dëgjon çau bën një herë. Më pasaj ja hoqi dhe ditën e punës nga paga. Këta njerëz do i mësojnë. Ta njerëz do i mësojnë që njerëz të cilët i paguajnë punëtorët ashtu siç ja kërkon shteti në letra dhe më pas ja kërkojnë lekët mbrapsht. Se nuk është lidhje rroge, thjesht duhet sa për të kaluar në letra. Por nuk bëjnë këta janë mortje. Ta llojin dërsira është domethënë vetëm të marrin din. Nuk din asnjë lloj gjëje tjetër. Ku e ku të hën, ku e ku të zhvarsit. Siç e biseduam pak së bashku për sa i përket punëtorëve të ndërtimit dhe kujdesin e tyre ndaj vetes së punëve të tjerë. Tek pjesa ku thash që si veglat e punës, nga resursi punojësit. Këta njëjtën gjë bëjnë, ose të njëjtën gjë nuk bëjnë në fakt. Në përfasonërina kujdesen për makinat qepse vjen edhe më qafë grave të shkreta. Gjas me kanë ato fajnë ku prishet ndonjë gjë. Për gratë të shkreta nuk intereson njeriu. Sallat mëdha pa fund me pa ngroje,
dy herë që rinë hapur, detare rinë hapur për dimër, në zona ku të fryn era, nuk kujdeset njeri, përkundrazi. I vën shumë një javë në një javë në njëti vend, përsunguret njëra palë vë në katët e tjera të ka i vendi që fryn shumë. Përsunguret në katët e tjera dhe katët e tjera. Edhe bëhet me cikle kështu. Po të marrësh raport, sta jep njeri po nuk dhe lek, shkoni në Tiranë. Në për rrethe, se Tirana tjetër gjë. Po edhe po ta dha, si me lek, si pa lek, do të heqi rogën, se në atë vend jetojnë. Edhe unë them, jo po pse s'kam bërë ushtrime, gjimnastike, ku dëgjon powerlifting, prindrit e mi. Hajde, ka qol, hajde. Po është çunuria ata mrekulli që janë akoma mes neshëre, për zotin. Pavarësisht se tingëllon pak e trisht kështu domethënë, po është vërtet mrekulli që janë akoma mes neshëre ashtu siç janë. Edhe jo më keq. Rrethanat e tilla luajnë një pjesë jashtëzakonisht shumë të fortë, domethënë dhe është e vështirë të bësh diçka kur nuk e ke mundësinë, kur nuk ta as nuk ta lejon njeri. Po prap kjo mund të ishte thyer, vërtet mund të ishte thyer, mund të ishte thyer në masë dhe mund të kishte pasur një ndryshim kolosal nëse nuk do ishte ky problemi tjetër. Problemi me perceptimin shoqëror, po them që shoqëria, se unë nuk besoj te shoqëria, te ato gjërat abstrakte si shoqëria, populli janë idiotizma, individi, vetëm individi ekziston. Edhe individi në masë, pastaj për bashkësi që ka shoqëri. Po, aq ato kuptim ka shoqëria, për mua si tjetër. Gjithsesi, tani, si për shumë gjëra të tjera që janë së prapthi, që janë me poshtë, njeriu i ri komunist, edhe pse aso kohë ja kishte për recetën xhaxhi, që du ta bësh ushtrimin në këtë orë, kaq herë, hidhje pritje, vendosi që pas rënies së komunizmit, pas kalimit të tyre, t'i zeroj çdo lloj problemi, jo edhe gjatë komunizmit. Edhe gjatë komunizmit, për shembull, për sa kalinin në shkollë njerëzit nuk bënin me ushtrime. Pavarësisht se ai të pak në këtë gjë ka pasur të mirë se i detyronë të bëjnë ushtrime në mëngjes. Mbaron në shkollën, edhe gjatë komunizmit nuk merre njeri më pse atë. Në të gjithë këtë thes me mut, mendoj muhabet, me gjithë zymtyr, të vetme gjë pozitive që ka Murdalleku, të vetme gjë nuk e merr, nuk e përvetson, nuk e bën për veten tënde, po është fatkeqësimu. Gjithsesi, përqendrohemi se aq jemi këto me të dëgjuar i kemi. Përqendrohemi tek postkomunizmi. Sa aty janë bërë edhe shumica e prindërve tanë prindër. Taniell, këtë di, domethënë, prap jo fjalia asim përpara. Ajo fjalia asim përpara, nuk e di ku keni jetuar ju, nuk keni pasur vendin perfekt, e kupton. Si është si tjetër jeton në një fluss. Paragjykimi shoqëror është spektakolar. Paragjykimi që i bën individët njëri tjetrit. Pa ndonjë qëllim, ndër nuk është se rregullonte ndonjë gjë në fund. Nuk është se ndryshonte ndonjë gjë. Pas gjoja burra domethënë që tashin ai del me gruan. Për zotin lart. E mbaj mend, nuk e di. Ne ishte në një loto, ishte në vegjël, si që provonim. Edhe mbaj mend vërtet si sot që kishte një dy tipa që talleshin me njërin, sa ai dilte me gruan, e nxirrte gruan Allah, dilte me gruan për kafe. Kuptonte rëndësi qiftit, i kuptonte rëndësi marrëdhënies, familjes vet, ishte romantik. Por Allah e donte gruan Allah, kishte qejf të dilte me gruan. Edhe ata e bëjmë që ai del me gruan ai e prishëm dhe dilet me gruan për Allah i drejt. Një njeri komunist ku i cili mendon që është gabim edhe që është gjëja shumë e çuditshme që how fucking dare you të dalësh me gruan. Kush je ti idiot të dalësh me gruan tënde? Si të vjen zor? Çfarë mendon ti se ky tipi mendonte për bërjen e gjimnastikës apo ecjet e lehtë apo vrapit? Apo pompa, compound exercises. Edhe vërja një emri vetë.
Problemi është pak më i thellë edhe i thjeshtë për të kuptuar në fakt. Tani ne nuk e di pse, pasi janë akoma pasoja, po që tha Marko në fundit nuk është arsye pse ti jesh i cop muti i fakti se ke votur komunizëm, edhe unë i shndroj asaj. Po për shkak se jemi kështu siç jemi, pak rëndësi ka arsyeja. Kjo pjesë e mirë e miqve, njerëzve që të rrethojnë kolegëve të punës, dëgjojnë, thjesht një njeri që është aftë, pak rëndësi ka doa se doa, kemi ka se kemi. Pjesë e mirë e këtyre, gjithmonë ka një fjalë zezë për të thënë i qifsha jetën. E kupton? Nuk i del më valla një fjalë e mirë. Qa do të thosh ti, u marto, apo që do, apo që ka para haja, gjysma e këtyre ndajnë. Por valla u ndava. Po tash do jesh vetëm. Qa bësh kush ti bëj punën, do i ke gjej nusë tash. Më kthej nga duash ti, gjithmonë do jetë diçka që jetë duke e bërë gabim. Edhe ky tjetri është duke bërë më mirë me kosto më të ulët, në mënyrë më eficiente e leqi breshi, me llafer se kështu të han mund, po që ideja. Edhe njëjta që është edhe me këto gjëra bëne kujdesit ndaj trupit. Ishte në shuse nga dy gjupa të ndryshëm në dimër, dy xhaketa të mëdha, domethënë për dimër, thashim ky çfarë bën? Kalon nga jepra tutë kokës. Çfarë bën me gjithë xhaketa? Me çmendurie. Prandaj Tirana edhe pse shëmbëllej Shqipërinë në shumë mënyra të ndryshme nuk është Shqipëri. Se kur në qoftë se tregohesh i sinqert me veten, i lë këto nacionalizëm ato, budalliqet anësh, edhe analizon vërtet ku jemi dhe çfarë bëjmë shumë rap. Është skandal. E me gjithë që thash unë tani, si mendoni ju se do e prisnin informacionin mbi dikë që është duke ecur. Ore, se edhe nuk kuptojnë, pavarësisht se që janë mut. Nuk i rrigoja edhe gjithë kohës mundohen do me thënë ku ta ngacmon njëri tjetrin, ta ulin njëri tjetrin. Por në disa raste nuk kuptojnë. Eci apo vrapi është me i thjesht, po eci po ku po vini. Për çes, nga do vish. Çfarë punë e kanë? Ju mëse duke që shërake, për një pjesë të madhe, budalliku më i madh që ka ekzistuar ndonjëherë është eci edhe vrapi. S'kena i vend për vajzë, për çfarë? E lidhur në mënyrë të drejtë me punat e rënda që bënin. Se nuk i fajson dot 100%, se janë njerëz të këqij, po është realiteti. Që po ti mbledhësh të gjitha këto, po ti mbledhësh të gjitha gjërat bashkë, nuk i bën dot prindrit me faj. As pakër, jo 50% dhe 20% të tjerë, 100% jo. Po as pak nuk i bën, 0% i bën me faj, sepse janë të traumatizuar, shembuj për të ndjekur s'ka, fuqi për të ndjekur ato vetë nuk ka punët, po të njëri tjetrin e paraqykojnë. Domethënë çdo lloj karte, çdo lloj variable në këtë ekuacion është kundër teje. Ty kjo gjë të ka lënë shenja. Çfarë mundi do i thosh fëmijës tënd? Për çfarë? Se duket sikur i hyn në hak fëmijës. Ashtu i duket vërtet aty, duket sikur marrë fëmijën qaf. Prandaj të gjithë thonë mëso, ka një shkollë, kesh i punë mirë. Sa e ka një standard. Edhe si për shumicën e gjërave të tjera, e kuptojnë që ata nuk kanë pasur ndonjë faj, por si për shumicën e gjërave kanë bërë më të mirën e mundshme, dhe në të vërtetë janë prindër shumë të mirë. Ç'është e vërteta? Që duhet ta shohim të vërtetën në sy. Ka ishte ajo dosha për sot miqtë e mi. Episodi ka dalë përpara për YouTube members dhe Spotify members. Ju lutem nëse keni dëshirë të na suportoni duke bërë një abonim në YouTube membership përveç abonimit normal. Ose duke bërë donacione në Buy Me a Coffee, PayPal, apo edhe këto super sticker picker që kanë dalë në YouTube. Super like, super comment, të lloj gjërash. Çdo lloj mbështetje është e pritur.
pasi mirë fuqi për vazhduar përpara. Deri herën tjetër, bëni like, komentoni, shpërndajeni me miqtë tuaj, ja kalofshi bukur, ju puth nga lart dhe bashkë miru pafshim. Ciao. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.